Surja El Kehf. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Të gjitha lavdërimet i qofshin vetëm Allahut, i cili i ka shpallur robit vet Muhamedit librin, Kuranin, dhe nuk ka lejuar në të asnjë shtrembrim. Një libër të drejtë e pa kundërthënie, për të paralajmëruar një dënim të rënd prej tij për jo besimtarët, e për t'i përgëzuar besimtarët që bëjnë veprat mira, se do të kenë një shpërblim të mrekullueshëm, xhenetit, në të cilin do të qëndrojnë përgjithmonë. Si edhe për t'i paralajmëruar ata që thonë se Allahu ka birë, kur far dijenie nuk kanë ata për këtë, dhe as etrit e tyre nuk kishin. Sa e rëndë është ajo fjalë që del nga gojët e tyre, ajo që thonë ata është veç se gënjeshtër. Mos vallë, do të shkatërrosh veten nga pikëllimi nëse ata nuk besojnë në këtë fjalë, Kur'an. Gjithçka në tokë, ne kemi bërë vetëm si stoli për t'i provuar se cili prej tyre do të jetë më vepërmirë. Çfarë ka në tokë, do ta bëjmë pluhur edhe. A mos mendove ti se shokët e shpellës së rrekimit ishin nga shenjat tona më të çuditshme? Kur djelmoshat u strehuan në shpellë, thanë: O Zoti ynë, na dhuro mëshirë nga ana jote dhe na jep udhëzim të drejtë në tërë çështjen tonë. Ne u ambyllëm veshët, i vum në gjumë, në shpellë për shumë vite me radhë, që të mos dëgjoni. Pastaj zgjuam për të parë se cili prej dy grupeve do të ishte më i mirë në llogaritjen e viteve të qëndrimit në gjumë. Ne po të tregojmë historinë e tyre me saktësi. Ata qenë djelmosha që kishin besuar në Zotin e tyre dhe ne u ashtuam atyre udhëzimin. Ne i forcuam zemrat e tyre me besim të qëndrueshëm, dhe ja ata u ngritën dhe thanë: Zoti ynë është Zoti i qiejve dhe i tokës, ne kur nuk do të adhurojmë asnjë Zot tjetër përveç tij. Po ta bënim këtë, do të thoshim një gënjeshtër të shëmtuar. Këta njerëzit tanë kanë adhuruar zotat të tjerë përveç atij. Përse nuk sjellin ata një argument të qartë e bindës për atë që bëjnë? A ka më keq bërë se ai që shpif gënjeshtra ndaj Allahut? Përderisa jeni larguar prej tyre dhe prej asaj që ata adhurojnë përveç Allahut, atëherë strehohuni në shpellë. Zoti juaj do t'ju dhurojë nga mëshira e tij e gjerë dhe do t'ju lehtësojë çështjen tuaj dhe çdo gjë që është në dobinë tuaj. Dhe ti e shihje diellin, kur agonte, anonte prej shpellës tyre nga ana e djathtë, e kur perëndonte largohej nga ana e majtë e tyre dhe ata ishin në një vend të gjerë në mes të saj. Kjo është një nga shenjat e Allahut. Atë që e udhëzon Allahu, ai është i udhëzuar, dhe atë që ai e lën në humbje, ti nuk do të gjesh për të asnjë mbështetës që do ta çonte në rrugën e drejtë. Ti do të mendoje se ata janë zgjuar ndërsa ishin duke fjetur. Ne i rrotullonim herë në krahun e djathtë e herë në të majtin. Qeni i tyre i kishte shtrirë këmbët e para pranhyrjes. Sikur të kishte hasur në ta, me siguri do të kishte ikur i mbushur me frikë prej tyre. Kështu, ne i zgjuam ata që të mund ta pyesnin njëri tjetrin se sa gjatë kishin fjetur. Njëri prej tyre foli e tha: Sa keni ndenjur këtu? Ata thanë: Kemi ndetur ndoshta një ditë ose një pjesë të ditës. Më në fund ata thanë: Zoti juaj e di më së miri se sa keni ndetur këtu. Tani dërgojeni njërin prej jush me këto monedha argjendi në qytet, që të zgjedhë ushqimin më të mirë dhe t'ju asjell juve. Dhe le të ketë shumë kujdes e mirësjellje, e të mos i jap të kuptojë askujt për ju. Sepse nëse ata të qytetit vinë te ju, do t'ju vrasin me gur, ose do t'ju kthejnë në fenë e tyre, atëherë kur nuk keni për të shpëtuar. Dhe kështu e bëm rastin e tyre të njohur të njerëzit që të kuptojnë
se premtimi i Allahut për ringjalljen është i sigurt dhe se nuk mund të ketë asnjë dyshim për orën e gjykimit. Dhe ja, ata bisedonin për çështjen e tyre me njëri tjetrin. Disa thanë: ndërtoi unë atyre një ndërtesë si shenjë. Zoti i tyre di më së miri për ta. Ndërsa ata që ishin më të pushtetshëm thanë: do të ndërtojmë një vend adhurimi, tempull, në hyrjen e tyre. Disa thonë: ishin 3 dhe i 4 ishte qeni, të tjerët thonë: ishin 5 dhe i 6 ishte qeni. Këto janë hamendësi. Ka edhe të tjerë që thonë: ishin 7 dhe i 8 ishte qeni. Thuaj: Zoti im e di më së miri numrin e tyre. Janë vetëm pak që e din çështjen e tyre, prandaj mos polemizo për ta, o Muhammed, përveç se me atë që është e qartë, dhe mos pyet askënd për ta. Dhe mos thuaj kurse si për diçka: unë do ta bëj patjetër këtë e atë nesër. Pa shtuar në dashtë Allah. E kur të harosh, përmende Zotin tënd dhe thuaj: shpresoj se Zoti im do të më jap një udhëzim edhe më të mirë. Ata që ndruan në shpellën e tyre 300 vjet, diellor, duke shtuar 9 për vitet hënore. Thuaj: Allahu e di më së miri sa kanë ndejtur. Atij i takon fshehtësia e qiellit dhe e tokës. Sa qartë shikon ai gjithçka dhe sa mirë dëgjon ai gjithçka. Përveç ti, Allahut, ata, njerëzit, nuk kanë asnjë mbrojtës. Në vendimin e tij nuk mund të përzihet askush. Lexo atë që të është shpallur ty nga libri i Zotit tënd. Askush nuk mund t'i ndryshojë fjalët e tij dhe ti nuk do të mund të gjesh asnjë streh e mbrojtje përveç se tek ai. Bëj durim e qëndro vetëm me ata që e lusin Zotin e tyre mëngjes e mbrëmje, e që kanë për qëllim kënaqësinë e tij dhe mos i hiq syt prej tyre të kërkosh stolitë e kësaj bote. Mos ju bind atij që ja kemi shkujdesur zemrën prej përmendjes son dhe i është dhënë epshit vet, sepse puna e tij ka mbaruar. Dhe thuaj: e vërteta është nga Zoti juaj, e kush të doj, le të besoj, e kush të doj, le të mohoj. Por jo besimtarët, ne kemi përgatitur një zjarr, muret e të cilit do t'i rrethojnë ata. E nëse kërkojnë shpëtim, do t'u jepet ujë nxehtë si bakër i shkrirë që do t'u apërvlojë fytyrat. Sa e tmerrshme është ajo pije, sa vend i keq është ai. Le ta dinë ata që besuan dhe bën vepra të mira se ne nuk do t'ja humbim shpërblimin atij që është bamirës. Ata e kanë vendin në xhenetin e Adnit, nëpër të cilin rrjedhin lumenj. Ata do të stolisen me byzylyk floriri dhe do të veshin rroba të gjelbra prej mëndafshit hollë të trashë të qëndisur. Atje do të qëndrojnë të mbështetur në shtretër të lartë. Sa shpërblimi mrekullueshëm. Sa vend i bukur është ai. Tregoju atyre si shembull historinë e 2 njerëzve. Njerit prej tyre ne i dham 2 kopshte rushi, vreshta, dhe ato i rrethuam me hurma, e midis tyre kishte fusha me bimë të tjera. Të 2 kopshtet jepnin frutat e veta pa asnjë mangësi. Midis tyre ne bëm të rrjedh një lum. Ai pati prodhime të shumta. Duke ju krenuar, i tha shokut vet besimtar: unë kam pasuri më shumë se sa ti dhe kam krah më të fortë. Kur ai hyri në kopshtin e vet së bashku me besimtarin, duke dëmtuar vetveten me mosbesim, tha: unë nuk mendoj se kjo pasuri do të shkatërrohet ndonjëherë. As nuk besoj se ora e kiametit do të vijë ndonjëherë. Por edhe nëse do të më kthejnë te Zoti im, pa dyshim do të gjej diçka edhe më të mirë se kjo pasuri. Shoku i vet, besimtar, duke e qortuar, i tha: a e mohove atë që të krijoi nga dheu, pastaj nga një pikë ujë dhe pastaj të bëri njeri të plot? Por unë besoj se Allahu është Zoti im
dhe unë nuk i bëj shok Zotit tim askand. Përse nuk the kur hyrë në kopshtin tënd? Çfarë do Allahu bëhet? S'ka fuqi pa ndihmën e Allahut. Edhe pse më sheh se unë kam më pak pasuri dhe fëmijë se sa ty, unë pres që Zoti im të më jap diçka më të mirë se kopshti yt. Ndërsa për kopshtin tënd pres ndonjë fatkeqësi nga qielli, e ai të gëdhi i rafshuar. Ose ti shteroj ujë dhe ti të mos e gjesh më kurrë. Dhe kopshtet e tij u shkatruan vërtet. Ai përplaste shuplakat për shpenzimet që kishte bërë në to. Ato u shkatruan që në rranjë, prandaj ai thoshte: "Oj, mjeri unë, sikur të mos i kisha bërë shok Zotit tim." Ati nuk i doli ndonjë krah që ta ndihmonte nga dënimi i Allahut, ndërkohë që edhe vetë nuk mundi ta ndalonte. Në të tilla sprova ndihma vjen vetëm nga Allahu, Zoti i vërtet. Ai është më i miri shpërblyes dhe ai jep përfundimin më të mirë. Tregoju atyre shembullin e jetës së kësaj bote. Ajo është si uji që ne e lëshojmë nga qielli dhe bima e tokës e thith atë, por më pas ajo bëhet si bar i thatë që e shpërndajnë në errrat. Allahu ka fuqi për gjithçka. Pasuria dhe fëmijët janë stoli e jetës së kësaj bote, por veprat e mira që mbeten gjithmonë janë më të mira te Zoti yt dhe janë shpresa më e mirë. Një ditë ne do t'i shkulim malet dhe do ta shohësh tokën të sheshtë e të shkret, dhe ne do t'i tubojmë të gjithë, pa lënë askand pas. Ata do të sillen të gjithë para Zotit tënd të rreshtuar e do të thuhet: "Tashmë keni ardhur para nesh ashtu siç ju patëm krijuar herë në parë. Por ju o mohues, mendonit se ne nuk do të caktonim për ju një ditë takimi për gjykim. Kur libri i punëve do t'u vihet përpara, ti do t'i shohësh gjunaqtarët të friksuar nga shënimet në të, që do të thonë: Të mjerët ne, çfarë është ky libër që nuk ka lënë asnjë vepër të madhe apo të vogël pa shënuar? Aty do të gjejnë të shënuar gjithçka që kanë bërë. Zoti yt nuk i bën padrejtësi askujt." Kur u tham me legëve: "Bëni sejdë për Ademin", ata ranë në sejdë, përveç Iblisit. Ai qenjë nga xhindët që nuk e respektoi urdhrin e Zotit vet. "Vallë, anë vendin tim do ta konsideroni si mik atë dhe pasardhësit e tij, ndërsa ata janë armiq tuaj? Sa këmbim i shëmtuar dhe i padrejtë është ky. Unë nuk i bëra ata, shejtanët, dëshmitar të krijimit të qijeve të tokës e as të krijimit të vet atyre. Unë kur nuk do të merrja për ndihmëtar ata që çojnë njerëzit në humbje. Një ditë ai do të thotë: Thirrini për ndihmë ata, për të cilët pretenduat se janë shokët e mi. Ata do t'i thrasin, por idhujt nuk do t'u përgjigjen. Ne do t'u fusim urrejtje si dënim mes tyre. Keqbërësit do t'a shohin zjarrin dhe do të binden se do të hidhen në të dhe se nuk do të gjejnë shtek dalje prej tij. Në këtë Kur'an, ne u kemi shpjeguar njerëzve çdo lloj shembulli, por njeriu kundërshton më shumë se çdo kusht tjetër. Pasardhjes së udhëzimit, njerëzit nuk e pengon asgjë që të besojnë dhe t'i kërkojnë falje Zotit të tyre. Ata veç presin t'u bien edhe atyre fatkeqësitë e popujve të parë ose t'u vi dënimi ballë për ballë. Ne i dërgojmë profetët veç se si përgëzues e qortues, por ata që mohojnë përdorin të pavërtetat në polemikat e tyre, me qëllim që përmes tyre të dobësojnë të vërtetën. Ata tallen me argumentet e mia dhe me atë që kërcënohen. E kush është më i padrejtë se ai, i cili pasi këshillohet me argumentet e Zotit vet, u akthen shpinën atyre dhe haron atë që bëri me duart e veta? Ne kemi vënë mbi zemrat e tyre mbulesë që të mos e kuptojnë atë, Kur'anin, dhe në veshët e tyre shurdhërinë. Prandaj edhe nëse i thret në rrugë të drejtë, ata nuk do ta pranojnë kurrë udhëzimin. Por Zoti yt fal shumë
dhe ka mëshirë të madhe. Si kur ti ndëshkonte me njëherë për atë që kanë vepruar, do t'ua përshpejtonte dënimin. Por ata i pret koha e premtuar për llogari nga e cila nuk kanë për të gjetur strehim. Ne i shkatruam ata popuj kur bën pa drejtësi, dhe për shkatrimin e tyre pa të caktuar një afat të pakthyeshëm. Kujto kur Musa i tha djaloshit që e shoqëronte: "Nuk do të ndalem derisa të arrij vend takimin e 2 deteve, edhe sikur të më duhet të udhtoj shumë gjatë." Kur arritën në vendin ku bashkoheshin 2 detet, ata e haruan peshkun e tyre, i cili mori rrugën e vete u fut në det. Pasi e kaluan atë vend, ai i tha djaloshit: "Na jep ushqimin se na lodhi shumë ky udhtim." Ai, djaloshi, i tha: "E she? Kur qëndruam të shkëmbi, unë e harova peshkun. Përveç shejtanit askush tjetër nuk më pengoi që ta kujtoja peshkun që në mënyrë krejt të çuditshme u nise u fut vet në det." "Atëhere," tha Musai, "ai atje është vendi që ne po kërkoj." E kështu ata u kthyen edhe një herë andej nga kishin ardhur. Ata gjetën një nga robët tanë, të cilit i kishim dhuruar mëshirë dhe i kishim mësuar diturit veçantë nga ana jo. Musai i tha atij, Hidrit: "A pranon të vi me ty që të më mësosh diçka nga udhëzimi i drejtë që të është mësuar ty nga Zoti?" Ai, Hidri, tha: "Sigurisht, ti nuk do të mund të kesh durim me mua. E si mund të durosh për gjëra për të cilat nuk ke dituri?" Musa i tha: "Në dashtë Allahu, do të shohësh se do të jem durimtar dhe nuk do të kundërshtoj për asgjë." Ai, Hidri, i tha: "Nëse më shoqëron, atëre mos më pyet për asgjë derisa unë vetë të flas për të." Dhe kështu ata u nisën. Kur i hipën në anije, ai, Hidri, hapi një vrim në të. Ai, Musa, i tha: "Mos valle hape vrimën që ti fundosësh udhëtarët e saj. Vërtet bëre një punë shumë të keqe." Hidri tha: "A nuk të thash se nuk do të mund të kesh durim me mua?" "Mos më qorto për faktin që harova," i tha Musai, "dhe mos ma vështirëso këtë shoqërim." Ata vazhduan rrugën derisa takuan një fëmijë, të cilin ai, Hidri, e vrau. Ai, Musa, i tha: "Si e vrave një njeri të pafajshëm që nuk kishte vrarë asnjë? Kjo që bëre është vepër shumë e shëmtuar." Ai, Hidri, tha: "A nuk të thash se vërtet ti nuk do të mund të kesh durim me mua?" Musa i tha: "Nëse pas kësaj të pyes për ndonjë gjë, atëherë mos më lejo të të shoqëroj. Tashmë ke arsye tim ndaj meje, të mos më lejosh të të shoqëroj." Vazhduan udhëtimin derisa arritën te banorët e një qyteti e u kërkuan t'u jepnin ushqim. Por ata nuk i pranuan si mysafir. Aty gjetën një mur që gati po rrëzohej, e ai, Hidri, e ngriti atë. Musa i tha: "Si kur të kishe dashur, do t'u merrje shpërblim për këtë." Ai, i ditur, i tha: "Kjo është koha e ndarjes mes nesh. Tani unë do të tregoj për domethënien e atyre gjërave për të cilat nuk mundet të kesh durim. Sa i përket anijes, ajo ishte pronë e disa të varfërve që punonin në det. Unë e bëra atë me cen sepse përpara tyre ishte një sundues që rëmbente çdo anije të rregullt. Sa i përket djaloshit, 2 prindrit e tij ishin besimtar, prandaj patëm frikë se ai do t'i çonte ata në humbje e në mosbesim. Kështu deshëm që Zoti t'u jepte një tjetër fëmijë më të mirë, më të respektueshëm edhe më të dashur. Për sa i përket murit, ai ishte i 2 djelmoshave jetim të atij qyteti. E nën të ishte një thesar dhe babai i tyre kishte qenë njeri i mirë. Prandaj, Zoti yt dëshiroi që ata të 2, jetim, ta arrinin pjekurinë e tyre dhe ta nxirrnin vetë thesarin e tyre.
Kjo ishte mëshira e Zotit tënd ndaj tyre. Dhe unë nuk bëra asgjë sipas dëshirës sime, por sipas udhëzimit të Zotit. Ky është sqarimi për ato gjëra për të cilat nuk mundet të kesh durim. Ata të pyesin për Dhulkarneinin. Thuaj ju, do t'ju tregoj disa gjëra rreth tij. Ne i dham pushtet në tokë dhe mjete për çdo gjë. Kështu ai ndërmori një udhtim. Vazhdoi rrugën derisa arriti atje ku perëndonte dielli. Ai pas se dielli perëndonte në një burim të zi dhe atje gjeti një popull. Ne i tham: O Dhulkarnein, ata mund t'i dënosh ose mund t'i trajtosh mirë. Ai, Dhulkarneini, tha: Atë që vazhdon me padrejtësi, ne do ta dënojmë. Pastaj ai do të kthehet te Zoti i vet, i cili do ta dënojë me një ndëshkim të tmerrshëm. Ndërsa ai që beson dhe bën vepra të mira, do të ketë shpërblimin më të mirë dhe ne do t'i japim lehtësira. Më pas, ai u nis sërish për udhë. Vazhdoi derisa arriti atje ku lindte dielli. Ai pas se dielli lindte atje ku ishte një popull, të cilin e kishin bërë të pambrojtur prej tij, diellit. Kështu ndodhi dhe ne dinim gjithçka për të, për forcën dhe sundimin e tij të drejtë. Pastaj mori një rrugë tjetër. Vazhdoi derisa arriti mes dy maleve. Atje gjeti një popull që thuajse nuk kuptonte asnjë gjuhë tjetër. Ata i thanë: O Dhulkarnein, Jexhuxhët dhe Maxhuxhët po sjellin shkatërrime në tokë. A pranon që të paguajmë dhe të na ngresh një mur mes nesh dhe atyre? Ai tha: Ajo që më ka dhënë Zoti im është shumë herë më e mirë, por ju më ndihmoni me fuqi punëtore që të ngrej një mur të fortë mes jush dhe mes atyre. Më sillni hekur. Pasi e ngriti në nivel me dy shpatet e maleve, tha: Ndizeni atë. Kur nisi të vlonte, tha: Më sillni bakër të shkrirë që ta hedh këtu. Në këtë mënyrë ata nuk mund ta kapërcenin e as ta çanin më. Ai tha: Kjo ishte mirësi nga Zoti im. Megjithatë, kur të vi çasti i vendimit të Zotit tim, ai do ta bëj rrafshat. Vendimi i Zotit tim është i sigurt. Atë ditë ne do t'i bëjmë ata të përzihen si val njëra me tjetrën. Pastaj do t'i fryhet surit dhe do t'u bohen gjithë bashkë. Atë ditë ne do t'ua tregojmë haptazi xhehenemin jo besimtarve, atyre që i kishin sy të verbuar ndaj paralajmërimeve të mia dhe që nuk dëgjonin. Vallë, mendonin jo besimtarët se përveç meje mund të merrnin si mbrojtës robët e mi? Ne kemi përgatitur xhehenemin si vend pritës të jo besimtarëve. Thuaj, a t'ju tregoj për më të dëshpëruarit me veprat e tyre? Janë ata veprat e të cilëve asgjësohen që në jetën e kësaj bote, por ata mendojnë se janë duke bërë mirë. Janë ata të cilët nuk i besojnë argumentet e Zotit të tyre e as takimin me të, prandaj veprat e tyre asgjësohen dhe në ditën e gjykimit nuk do t'u japim as një peshë atyre. Shpërblimi i tyre është xhehenemi, për shkak se nuk besojnë dhe i marrin për tallje argumentet dhe të dërguarit e mi. Nuk ka dyshim se për ata që besojnë dhe bëjnë punë të mira, vend pritës janë kopshtet e Firdeusit. Aty do të jenë gjithmonë dhe kur nuk do të kërkojnë të largohen nga ai. Thuaj, sikur deti të ishte boj për të shkruar fjalët e Zotit tim, deti do të shterej para se të përfundonin fjalët e Zotit tim, madje edhe sikur të merrnim edhe një tjetër si ai. Thuaj, unë jam thjesht një njeri sikurse edhe ju. Mua më është shpallur se Zoti juaj që meriton të adhurohet është një dhe i vetëm. Kush shpreson takimin me Zotin e vet, le të bëj veprat mira dhe në adhurimin ndaj Zotit të tij të mos përzjej asnjë.